Që të dashur, mirdita e mirë së qaj. Po fillojmë thasht të flasim pak për shqiptari, për krejt shqiptari po ashtë. Sa njerëzit kanë folë për shqiptari, sa njerëzit kanë dhonë jetën për shqiptari, sa njerëzit kanë shkru historinë e Shqipërisë ashtu si është, sa njerëzit e kanë shkru historinë e Shqipërisë të ndryshme, jo shqiptarë, por njerëzit e tjerë, jo mundu me në ndryshu historinë. E prap, prej talentave shqiptarë, prej patriotëve shqiptarë, prej trimave shqiptarë, prej njerëzve të shutë shqiptarë, prej profesorëve, doktorëve të sotëm e djeshëm që nga rilindja sot, u përpoq që të ngelet e mos shutë populli shqiptarë. Janë fjallë të rilindas, janë fjallë e tyre të parrushme që me pen, me pushk, me bisedime, me gjitha mundësit e tyre falen një fjallë për shqiptari. Tash, në vitet 2025, si jem sot në shekullin 21, populli shqiptar, se cili du ta flasë një fjallë për bashkimin, për trojet, për bashkimin e trojeve shqiptare, për bashkimin e popullit shqiptar në një shtet vetëm. Nuk po ju kërkojmë asnjë aty në vetëm ata që na kanë marrë, ata që na kanë nda, ata që na kanë lënë të coptuam, asnjë tjetër. Mbolljem lodh me frazat e atyre që s'kan pas shtet fare, me frazat serbe, malazeze, bulgare apo greke. Populli shqiptar është me 20.000 vjeçar në trojet e veta, 20.000, 25.000 vjeçar. Populli shqiptar flet gjuhën e tij se me pakta se 50.000 vjet. Edhe na ndalue gjuha, shkrimi, leximi, folja, edhe në shtëpi kem pas ndalume me folë shqip. Prej kuj? Prej serbit, në fund e prej turkit e grekit se 600 vjet. E prej bulgarit. Pra, kjo tokë shqiptare, ka lind shqiptar, ka rrit shqiptar, dheu i jonë, është dheu i jonë, toka jonë është toka jonë, na kemi stërgjysh, katërgjysh, katërgjysh me qindra vjet në trojet, në tokat shqiptare jonë, kockat e tyre, që hazmi jonë, i vrau, i përeu, u munduhet i nxjerrte nga tokat e tyre, u munduhet mos i regjistronte, mos i shkrujte se janë shqiptar. U mundu t'ja u tjetërson të gjuhën, u mundu t'ja u tjetërson të zakonet. E gjitha këto, pa na s'kishim një mbështetje të fuqive të mëdha, sepse nuk na lënë të përfaqësohemi vetë atje. Po na përfaqëson të turki, edhe greki, edhe serbi, edhe malazezi. Tash, une faktikisht shokona, kur Shqipëria e ka marrë pavarësinë sa kohë mas Montenegrës, mas Malit Zi, një kohë në atë kohë që më shumë se gjysa e Malit Zi kanë qenë shqiptar, 100%, u bon shtet me 350.000 banor, 400.000 banor, u bon shtet Malit Zi. Na murën Ulqinin, na murën Barin, na murën Tivarin, na murën Plavën, na murën Gucin, na murën Janinën, na murën Prevezën, na murën Nishin, na murën Kosovën, na murën sot që është halanër aty Medvezhën, na murën Bojanovcin,
qindra vende tjera, tokat tona, të cilat populli shqiptar bani gjithçka për t'i mbrojtë. E këto na i murën fuqitë e mëdha, duke mos pas kush na përfaqëson deri në vitin 1912, kur i modhi Hasan Prishtina, Isa Buletini, Ismail Qemojli, Lujq Gurakuqi, qindra patriot tjerë, vendosën edhe çunë përfaqësuesit e tyre në Angli, ku me zonin edhe me forcën e tij shpirtërore patriotike, Isa Buletini ja u dridhi gjojt lordave anglezë, ju tha se na jemi shqiptarë. Edhe ka shqiptari e ka Shqipëri. Po ç'a të bëjmë? Me kalimin e kohës, me vite, u prodhu në qeveri, parti, u kriju një mbretëri shqiptare, mbretëri e gjithë shqiptarisë, e në fund lufta bolshevike, lufta komuniste, të ndohë përsëri popullin shqiptar, e la jashtë trungut, Kosovën, Plavë, Guci, Ulqin, Tuz, Tivar, e qindra pjesë tjera të tokave shqiptare, i la komunizmi i shkputi edhe herë. Pra, na duhet punë, na duhet çdo kush, çdo shqiptar, të flasin fjalën e vet në kohën e duhur, në çastin e duhur, në momentin e duhur. Nuk mos të thom kur që mos fol, po fol. Fol, se pas folem nuk triumfojmë. Të mbrojmë këta që i kemi, e të mbrojmë bashkimin edhe drejtat e popullit shqiptar. Ju falemnderit.